Produksioni M7 ju prezanton Nënat e besimtarëve. Aisha bintu Abu Bakr radiallahu anha. Aisha radiallahu anha është vajza e Abu Bakrit radiallahu anhu, mikut më të ngushtë të profetit sallallahu alaihi wasallam. Është vajza e atij që shoqëroi profetin sallallahu alaihi wasallam gjatë emigrimit për në Medinë. Është vajza e atij që e ndihmoi dhe e përkrahu profetin sallallahu alaihi wasallam me gjithçka. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam lidhur me Abu Bakrin radiallahu anhu: asnjë ndihmë me vlerë monetare nuk më ka bërë dobi, siç më ka bërë dobi ajo e Abu Bakrit. Kur i dëgjoi këto fjalë Abu Bakri radiallahu anhu, i tha me lot në sy: pasuria dhe jeta ime janë tuajat, o i dërguari i Allahut. Aisha radiallahu anha është personi që ka transmetuar më shumë hadithe nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Për pafajësinë e saj nga akuza që i bën, është shpallur Kur'an që lexohet deri në ditën e Kiametit. Është Aisha radiallahu anha ajo që transmetoi shumë dije për tek brezat e arshëm, pasi gëzonte dije të thella në çështje të ndryshme fetare. Njihte shumë mirë tefsirin e Kur'anit, fikhun, poezinë arabe e tjerë. Nëna e Aishas radiallahu anha quhej Ruman, e cila ishte grua e dytë e Abu Bakrit radiallahu anhu. Që para se të pranoi Islamin, Abu Bakri radiallahu anhu ishte martuar me 2 gra. Gruaja e parë quhej Qatile dhe me të kishte 2 fëmijë, Esman dhe Abdullahun, ndërsa e dyta quhej Ruman, me cilën i lindi Aisha dhe Abdurrahmani. Ruman pranoi Islamin dhe emigroi bashkë me muslimanët e tjerë në Medinë. Ajo vdiq dhe u varros në Medinë, pasi përfunduan akuzat për çështje nderi në adresë Aishës radhiyallahu anha. Ditën që u varros Ruman, profeti sallallahu alaihi wasallam zbriti në varrin e saj dhe tha: o Zot, ti e di çka hequr Ruman për të mbrojtur fenë dhe të dërguarin tënd. Vëllai i Aishës, Abdurrahmani, e ka pranuar Islamin shumë vonë. Udhëzimi është vetëm dorën e Zotit. Ishte gruaja e Abu Bakrit radiallahu anhu, Qatile, e cila refuzonte të pranonte Islamin. Për këtë, Abu Bakri edhe e divorcoi. Po ashtu refuzonte të pranojë Islamin edhe djali i tij, Abdurrahmani. Madje ai luftoi kundër muslimanëve në betejën e Bedrit dhe të Uhudit. Ai përqafoi Islamin vetëm pas marrëveshjes së Hudejbijës. Aisha radiallahu anha lindi në vitin e 5 të profecisë, do me thënë kur profeti sallallahu alaihi wasallam ishte 45 vjeç. Profeti sallallahu alaihi wasallam u fejua me të kur ishte 7 vjeçe dhe u martua pasi kishte mbushur 9 vjeç. Kur vdiq profeti sallallahu alaihi wasallam, ajo ishte 18 vjeçe. Një ere e devotshme. Historia e Aishës radhiyallahu anha përfaqëson historinë e një vajze të re, të devotshme, të moralshme dhe që e donte jetën. Duke ju qasur jetës së Aishës radhiyallahu anha, ne do të shohim që nuk ka asnjë kontradikt mes dëshirave rinore për të shëtitur dhe dofryer me halal dhe mes lidhjeve me Zotin dhe devotshmërinë. E gjithë kontributi i saj për konsolidimin e jurisprudencës islame fillon pas moshës 18 vjeçare, pas vdekjes së profetit sallallahu alaihi wasallam. Ajo vazhdoi mësimdhënien dhe transmetimin e haditheve të profetit sallallahu alaihi wasallam për 47 vite me radhë derisa ndroi jetë. Kur vdiq, ajo ishte 66 vjeç. Dita kur vdiq ishte 17 Ramazan, vitin 57 Hijri. Martesa Aishës radhiyallahu anha me profetin sallallahu alaihi wasallam. Haule bintu Hakim
gruaja e Uthman ibn Ma'dhunit, shkoi tek I dërguari I Zotit sallallahu alaihi wasallam, të cilin e gjeti të mërzitur. Ajo I tha: "O I dërguari I Zotit, pse nuk martohesh?" Tregon ajo vetë. Profeti sallallahu alaihi wasallam heshti për një kohë gjatë. Pastaj I shpërthyen lotët dhe më tha: "E ku të gjej grua si Khadijja?" Tregon Haule: "Atë shumë prekën këto fjalë, sa që thash me vete: sikur të mos I kisha folur fare." Megjithatë, e pyeta sërish: "Po kush do të kujdeset për shtëpinë dhe fëmijët e tu, o I dërguari I Zotit?" E pasi u qetësua pak, më tha: "Kë më propozon ti atëherë?" Unë I thash: "Kam një vajzë beqare dhe një dve." Profeti sallallahu alaihi wasallam pyeti: "Kush janë ato?" Unë ju përgjigja: "Vajza është Aisha, e bia e Abu Bekrit, kurse e veja është Saude bintu Zama ibn Qaisi. Burri I saj, Sakran ibn Amri, ka vdekur dhe ka mbetur pa njeri." Profeti sallallahu alaihi wasallam tha: "Atëherë fillon me Saude bintu Zama. Shko dhe tregoj që unë dua të kërkoj dorën e saj." Pasi profeti sallallahu alaihi wasallam u martua me Saude bintu Zama radhiyallahu anha, Haule bintu Hakim shkon tek shtëpia e Abu Bekrit radhiyallahu anhu dhe pasi takohet me gruan e tij, Ruman, I thot: "Besoj se kjo është dita më e bukur e jetës tuaj." Ruman e pyeti: "Po pse?" Haule I tha: "Ka dërguar profeti sallallahu alaihi wasallam për të kërkuar dorën e Aishës për martesë." Duke qenë se Abu Bekri radhiyallahu anhu nuk gjendej në shtëpi, Ruman I tha: Prit sa të vëm djeni edhe Abu Bekrin." Kur u kthye Abu Bekri dhe I treguan, u përgjigj: "Më lini të mendohem pak, pasi nuk mund të jap përgjigje tani." Si është e mundur që Abu Bekri radhiyallahu anhu të mos gëzohet nga një kërkesë e tillë? Si është e mundur që ai kërkon të mendohet? E gjitha kjo pasi një jo musliman, Mutam ibn Adi, I kishte kërkuar dorën e Aishës për të birin Gjubeir ibn Mutam ibn Adi. E përgjigja e Abu Bekrit kishte qenë: "Nuk ka asnjë problem." Kështu, Abu Bekri nuk mund ta pranonte kërkesën e profetit sallallahu alaihi wasallam pa u shkëputur fillimisht nga personi I parë. Muslimanët karakterizohen nga morale të tilla që para 14 shekujsh. Vetëm ky rast është I mjaftueshëm për të treguar madhështinë e kësaj feje. Ku janë ata njerëz sot që e mbajnë premtimin dhe fjalën e dhënë? A vazhdon ta ketë po atë pesh besa dhe fjala e dhënë? Ti o musliman, duhet të jesh I ndërgjegjshëm për fjalët që nxjerr nga goja. Ti ke përgjegjësi si para Zotit, ashtu dhe para njerëzve për fjalën që jep dhe premtimin që bën. Ti o student, konsideroj gjunaqar para Zotit nëse kopjon në provim. Kopjimi në provim është hapi I parë drejt burracakërisë. Kur Abu Bekr radhiyallahu anhu dëgjoi mbi dëshirën e profetit sallallahu alaihi wasallam për të martuar me vajzën e tij, padyshim që u gëzua, mirë po, ai nuk mund ta shkelte fjalën që I kishte dhënë Mutam ibn Adijit, edhe pse ishte jo musliman. Aso kohë nuk ishte ndaluar akoma martesa mes një muslimaneje dhe një jo muslimani. Teksa flasim për këtë rast, më vijnë ndërmend disa të rinj musliman, të cilët në perëndim shkelin ligjet, shkruajnë në ndenjëset e autobuseve, nuk blejnë bileta në metro, me pretendim sa ata janë qafir dhe e meritojnë. Një nga karakteristikat e muslimanit është se nuk ka sjellje dhe morale dyfishta. Moralet Islami janë unike, si me muslimanët, ashtu edhe me jo muslimanët, madje edhe me armiqt. Moralin dhe etikën e luftës, bota nuk I ka njohur vetëse pas luftës së dytë botërore. E profeti sallallahu alaihi wasallam kur niste ushtrin në luftë I këshillonte: mos vrisni asnjë fëmijë, asnjë grua, asnjë të moshuar, mos digjni të mbjellat, mos shkatroni shtëpitë,
mos prini palmat, mos shkatroni manastiret, të të hasni burrat që janë të angazhuar vetëm me adhurim në manastire, prandaj nuk duhet t'u afroheni. Mos i sulmoni armiqt natën me qëllim që të mos të merroni gratë dhe fëmijët. E si është e mundur që një fe me parime dhe morale tilla të akuzohet për terrorizëm dhe gjakderdhje? Dhe i gjetur në këtë situatë, Ebu Bekri radhiyallahu anhu shkoi në shtëpinë e Mutam ibn Adijit. Në ty brenda, gruaja e tij i tha: "Ti dëshiron të na marrësh djalin dhe ta bësh si vetja, duke e bërë musliman? Për Zotin, diçka e tillë nuk ka për të ndodhur." Ebu Bekri radhiyallahu anhu, që shquhej për maturi, ju afrua Mutam ibn Adijit dhe i tha: "Këto fjalë ishin të gruas tënde, o Mutam. Po ti, çfarë thua?" Ajo përgjigj: "Nuk do t'u hiqja asnjë presje fjalëve të saj." Ebu Bekri radhiyallahu anhu e pyeti: "Do me thënë, fejesa është e prishur?" Mutam ibn Adiju përgjigj: "Po." Atëherë Ebu Bekri radhiyallahu anhu u largua i lehtësuar. Ai kishte qëndruar besnik fjalës dhe besës së dhënë. Ishin vetë prindërit e djalit ata që e kishin prishur fejesën. Ata njerëz që abuzojnë me martesën, duke u martuar për qëllime jo visnike dhe duke u shkurorzuar po për të tilla shkaqe, nuk mund të kenë një jetë lumtur. Edhe fëmijët që lindin nga këto çifte nuk do të jenë të mbarë. Jeta bashkëtorë dhe familjare e lumtur bazohet në një martesë të shëndosh. Thot Allahu i Madhërisëm në Kur'anin familart: "Kush është më i mirë? Ai që themelet e godinës së vet i vën në përkushtimin ndaj Allahut dhe në kënaqësinë e tij, apo ai që themelet e godinës së tij i vën në bregun e gryer dhe që rrokulliset me të në zjarrin e xhehenemit?" At-Taube 108. Këta jetë kje parasysh në çdo moment jetës. Kje parasysh gjatë provimeve, kur të zgjedhësh shokun, shoqen e jetës, si do t'i edukosh fëmijët. E pasi e zgjidhi problemin me Mutam ibn Adijin, Ebu Bekr radhiyallahu anhu shkoi tek Haule bint Hakim dhe i tha: "Shko tek i dërguari i Zotit dhe i thuaj që kur dëshiroj të vi të fejohet me Aishen." Kështu profeti sallallahu alaihi wasallam u fejua me vajzën e mikut të tij. Siç përmendëm edhe më lart, Aisha radhiyallahu anha ishte 7 vjeçe kur u fejua me profetin sallallahu alaihi wasallam dhe kur u martua ishte 9 vjeçe. Së shumë perëndimor dhe në veçanti orientalistët akuzojnë profetin sallallahu alaihi wasallam se është martuar me një fëmijë. Sa herë që muslimanët përballen me akuza të tilla, ulin kokën, skuqen fytyrë dhe nuk dinë si të përgjigjen. Me qëllim që askush të mos ndihet në siklet për një fakt të tillë, do të rendisim arsyet e më poshtme mbi ligjshmërinë e martesës së profetit sallallahu alaihi wasallam me Aishen radhiyallahu anha në atë moshë të re. Në vendet e nxehta është e ditur që vajzat mbushin moshën e pubertetit që në moshë të re. Vetë se mbushin moshën e pubertetit në moshë të re, ato edhe plaken më parë. Ndërkohë që në vendet e ftohta, si ato skandinave, vajzat e mbushin moshën e pubertetit pas 17 viteve nga lindja. Kështu, Aisha radhiyallahu anha në moshën që u martua me profetin sallallahu alaihi wasallam konsiderohej grua. Në 2, duke u martuar me shumë gra, mosha e të cilave ishte ndryshe nga njëra tjetra, ne mësojmë mënyrën si sillej profeti sallallahu alaihi wasallam me sicilën grua që përfaqësonte një brez caktuar. Në 3, ambienti dhe kultura ishte e tillë që e lejonte martesën me vajza të reja në moshë. Prandaj është gabim të gjykosh për këtë martesë para 1400 vitesh nga këndvështrimi modern. Nuk ishte vetëm profeti sallallahu alaihi wasallam ai që u martua me një vajzë të re në moshë, siç ishte Aisha radhiyallahu anha. Ajo që e vërteton këtë është se
Aisha radhiyallahu anha ishte pranë fejesës me një person tjetër para profetit sallallahu alaihi wasallam. Në një moshë 3 u martua edhe Hafsa bint Umar radhiyallahu anha. Kur u martua, ajo ishte vetëm 12 vjeçë. Gjyshi i profetit sallallahu alaihi wasallam u martua ditën që u martua djali i tij dhe babai i profetit sallallahu alaihi wasallam. Gruaja e tij ishte në një moshë me atë djalit të tij Abdullahut. Diçka e tillë ishte pranueshme dhe e njohur mes arabëve të asaj kohe. Madje kjo ishte e pranueshme jo vetëm tek arabët, por edhe tek hebrejt. Lideri i hebrejve, Huyej ibn al-Ahtabi, kur martoi vajzën e tij Safijen me një hebre tjetër, ajo ishte vetëm 11 vjeçë. Pra, martesat këtij lloji ishin të lidhura ngushtë me vendin, traditat dhe zakonet. Një fakt tjetër që tregon se martesat të tilla ishin normale në atë kohë është se kur Haule bintu Hakimi shkoi dhe kërkoi dorën e Aishës, as nëna e saj dhe as babai Ebu Bekri nuk shfaqen habi ose të shpreshin se është e vogël. Vetë Kureshët dhe armiqtë e profetit sallallahu alaihi wasallam nuk e akuzuan se është martuar me një fëmijë. Ata e akuzonin si çmendur, edhe pse nuk ishte i tillë. E akuzonin si magjistar, edhe pse e dinin se nuk ishte i tillë. E akuzonin si përçarës, edhe pse e dinin se nuk ishte i tillë. E akuzonin për fallxhor, edhe pse e dinin se nuk ishte i tillë. E nëse martesa e profetit sallallahu alaihi wasallam me Aisha radhiyallahu anha do të ishte diçka e papranueshme për shoqërinë e asaj kohe, për këtë do e kishin akuzuar Mekasit. Dhe vetë kësaj, vetë Aisha radhiyallahu anha ndihej mirë me këtë martesë dhe kurrë nuk ka shfaqur shenja pakënaqësie. Akuza të tilla për martesën e profetit sallallahu alaihi wasallam me Aisha radhiyallahu anha janë dëgjuar vetëm para 60 viteve. Vetëm në shekullin e 20 është folur mbi këtë martesë profetit sallallahu alaihi wasallam. Asnjë nga librat e mëparshëm nuk e kanë kritikuar profetin sallallahu alaihi wasallam për martesën me Aishën e re. Vetë sa përmendëm, duhet të mos harrojmë se tradita dhe zakonet ndryshojnë. Para 20 vitesh, vajzat në Egjipt martoheshin në moshën 18-20 vjeçare. Vetëm pas 20 vitesh, mosha e martesës është rritur në 25-30 vjeç. Nëse ky ndryshim është vetëm brenda 20 vitesh, ç'mund të themi pas 1400 vitesh? Lidhur me martesën e profetit sallallahu alaihi wasallam me Aisha radhiyallahu anha, një orientalist anglez thot: Aisha ishte një vajzë e pjekur dhe e zhvilluar, si zhvilloheshin vajzat arabe të asaj kohe. Një zhvillim fizik kaq i madh në rini i bën të ato të plaken më shpejt. Kjo martesë ka angazhuar shumë historian, cilët e kanë parë dhe studiuar nga këndvështrimi modern dhe bashkohor në të cilin jetojnë. Ata kanë harruar se një martesë e tillë ka qenë dhe është aziatike. Ata nuk e dinë se një traditë e tillë vazhdon të ekzistojë në Evropën lindore deri në ditët tona. Ashtu siç ka qenë diçka normale në Spanjë dhe Portugali për shumë vite. Madje martesa të tilla ndodhin edhe sot në disa zona malore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në perëndim janë normale lidhjet dhe martesat me vajzat 18 vjeçare dhe burrave 50 vjeçare. Përse nuk shihet edhe kjo si diçka negative? Prandaj, theksojmë se për çështje të tilla duhet të referohemi traditës dhe zakoneve. Përderisa traditat nuk bien ndesh me dispozitat islame, ato respektohen. Nëse tradita dhe normat e një shoqërie moderne respektojnë faktorin mosh, atëherë kjo merr vlerë edhe në legjislacionin islam. Nëse tradita dhe opinioni modern nuk e pranojnë martesën e një vajze 9 vjeçare, atëherë dhe islami dhe sheriati respektojnë diçka të tillë, edhe nëse vajza ka mbushur moshën e pubertetit. Si thamë edhe më lart, tradita dhe opinioni i saj e lejonte martesën një vajze 9 vjeçare. Pyetja që shtrohet është: a kishte ndonjë arsye profeti sallallahu alaihi wasallam që të martohej me një vajzë kaq të re në moshë? Përse nuk u mjaftua me vejushat? Shkaqet mund t'i përmbledhim në një. Kur u martua profeti sallallahu alaihi wasallam me Aisha radhiyallahu anha në vitin e 2 Hijri,
ishte fillimi i formimit shariatit islam. Aisha radhiyallahu anha do të kontribuojë në përcjelljen dhe transmetimin e shumë ligjeve dhe thënieve profetike. Është Aisha radhiyallahu anha ajo që ka transmetuar shumë detaje dhe hollësi nga jeta e profetit sallallahu alaihi wasallam. Shumë detaje nga mënyra kryerjes së obligimeve fetare janë transmetuar pikërisht nga Aisha radhiyallahu anha. Me qëllim që gjithë këto detaje të mbaheshin mend, duhet që personi që shoqëronte profetin sallallahu alaihi wasallam të ishte një e re në moshë. Duke qenë e re në moshë, Aisha radhiyallahu anha jo vetëm që do të mbante mend shumë gjëra, por kishte edhe guxim për të pyetur shumë. Ishte ajo që e pyeti profetin sallallahu alaihi wasallam se cila është lutja më e përshtatshme, natën e Kadrit. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj: O Zot, ti je falës, e pëlqen faljen, prandaj më fal mua. Këtë dua e përsërisin dhe recitojnë muslimanët, sidomos natën e Kadrit, që nga ajo kohë deri në ditën e Kiametit. Një herë tjetër, teksa profeti sallallahu alaihi wasallam lexonte ajetin: dhe që kur japin atë që japin, zemrat e tyre i kanë plot frikë. El Mu'minun 60. Aisha radhiyallahu anha ndërhyri dhe pyeti: O i dërguari i Allahut, mos janë ata që vjedhin dhe bëjnë tradhti bashkëshortore njerëz të tillë? Profeti sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj: Jo, o bie Abu Bakrit. Këta janë njerëz që falen, agjërojnë, japin zekat dhe zemrat i kanë plot frikë se mos nuk ua ka pranuar Zoti. Një koment të tillë këtij ajeti ne e kemi nder nga natyra kurreshtare e Aishës radhiyallahu anha. Kur një grua erdhi të pyes profetin sallallahu alaihi wasallam se si të pastrohej nga gjaku, pra menstruacionet, ai i tha: pastrohesh duke hequr gjakun me të larë. Ajo e pyeti përsëri se si ta bënte diçka tillë, nga që nuk dinte. Profeti sallallahu alaihi wasallam u skuq dhe i tha: Subhanallah, duke hequr gjakun me të larë. Atëherë ndërhyri Aisha radhiyallahu anha, e cila e mori përdori këtë grua dhe ja mësoi. Një ditë Aisha radhiyallahu anha e pyeti profetin sallallahu alaihi wasallam: O i dërguari i Allahut, a do të ketë momente kur njeriu nuk e kujton familjen e tij ditën e Kiametit? Profeti sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj: Po, bie Abu Bakrit. Në 3 momente asnjëri prej nesh nuk do i bie ndërmend për familjen e tij. Kur të kalojmë urën e Siratit, gjatë peshimit të veprave dhe kur të fluturojnë regjistrat e veprave. Misionin e Aishës radhiyallahu anha nuk mund ta përmbushte askush tjetër më mirë. Ajo plotësonte të gjitha kushtet për qenë hallka lidhëse mes traditës profetike dhe brezave të arshëm. Ajo ka transmetuar detajet shumëta nga jeta bashkëshortore e profetit sallallahu alaihi wasallam, gjë që nuk mund ta bënte askush tjetër. Është Aisha radhiyallahu anha ajo që rrëfen si e trajtonte profeti sallallahu alaihi wasallam bashkëshortën gjatë të përmuajshmeve. Thot Aisha radhiyallahu anha: kur isha me të përmuajshmet dhe pija ujë, profeti sallallahu alaihi wasallam e merrte gotën e ujit dhe pinte nga vendi ku kisha pirë unë. Në 2. Aisha radhiyallahu anha do të jetojë gjatë pas vdekjes së profetit sallallahu alaihi wasallam. Kështu, asaj do t'i jepet mundësia të transmetojë gjithçka që ka parë dhe ka dëgjuar nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Allahu i Madhërisht thot në Kur'anin familjar: sigurisht ne e kemi shpallur Kur'anin dhe sigurisht ne do ta ruajmë atë. El Hijr 9. Tek ata që kanë kontribuar fuqishëm për të ruajtur shpalljen hynore, hyn edhe Aisha radhiyallahu anha. Siç thamë edhe më lart, ajo jetoi pas profetit sallallahu alaihi wasallam 47 vite. A që kishte mësuar nga profeti sallallahu alaihi wasallam nga mosha 9 vjeçare deri në moshën 18 vjeçare, u transmetoi muslimanëve gjatë 47 viteve të ardhshme pas vdekjes së profetit sallallahu alaihi wasallam. Ky është qëllimi dhe shkaku se përse ajo nuk lindi edhe fëmijë, me qëllim që të mos merrej më asgjë tjetër. Zoti i Madhërisht e bëri Aishën radhiyallahu anha të dashur tek profeti sallallahu alaihi wasallam, me qëllim
që ti tregoj dhe ti hapet më shumë se kujdo tjetër. Ajo që të ruan të fenë dhe do të transmeton të atë brezave të arshëm, do të ishte pikërisht një grua. E kupton tani se e rëndësishme jo motër? E kupton sa vlerë ke tek Zoti Madhërisëm? Dhe nën 3, Zoti Madhërisëm deshi që 4 halifët që të vinin pas profetit sallallahu alaihi wasallam kishin lidhje krushqie me qëllim që ta mbronin islamin me pasion. Dy halifët e parë, Ebu Bekri dhe Omeri, kishin dhënë vajzat profetit sallallahu alaihi wasallam, kurse dy të fundit, Uthmani dhe Aliu, ishin martuar me vajzat e profetit sallallahu alaihi wasallam. Këta të 4 e udhëhoqën umetin musliman në 30 vitet e para pas vdekjes së profetit sallallahu alaihi wasallam. Martesa e profetit sallallahu alaihi wasallam duhet t'i shohim nga dy vështrime. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam si burr dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam si profet dhe i dërguar i Zotit. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam burr është martuar vetëm një herë me Khadijën radhiyallahu anha. Gjithë martesat e tjera janë bërë si profet dhe i dërguar i Zotit. Dhe në 4, profeti sallallahu alaihi wasallam u martua me Aishën radhiyallahu anha, pasi vetë Zoti i Madhërisëm e kishte urdhëruar për këtë. Pasi ishte martuar me Aishën radhiyallahu anha, profeti sallallahu alaihi wasallam i tha një ditë: "A e di, o Aishë, para se të martohesha me ty, të pata parë në ëndër 3 net rresht. Më vinte Gjibrili alayhis salam me diçka të mbuluar me mëndafsh. Sa herë që e zbuloja, më shfaqesh e ti. Pastaj më thoshte: kjo do të jetë gruaja jote në dynja dhe në ahiret." Kjo bëhej me qëllim që të përmbushej premtimi hyjnor në Kur'an. Sigurisht ne kemi shpallur Kur'anin dhe sigurisht ne do ta ruajmë atë. El-Hijr 9. A e ndjen, o vëlla dhe o motër, se Aishaja është nëna jote? A e përjeton ajetin ku Zoti i Madhërisëm thotë: "I dërguari është më i afër për besimtarët se sa ata për njëri tjetrin. Gratë e tij janë nënat e tyre." El-Ahzab 6. A u ke vënë vajzave emrat e nënave të besimtarëve, apo duken emrat vjetër dhe që u ka kaluar koha? A ka nder më të madh se të vësh emrin e vajzës tënde Khadijë apo Aisha? Aisha radhiyallahu anha gjatë emigrimit të profetit sallallahu alaihi wasallam dhe Abu Bekrit radhiyallahu anhu. Muslimanët e fundit që emigruan nga Mekka për Medinë nuk ishin profeti sallallahu alaihi wasallam me Abu Bekrin, por familjet e tyre, gra dhe fëmijët. Nga familja e Abu Bekrit ishte Esma, Aisha, Abdullahu dhe nëna Aishës Rumani. Kurse nga familja e profetit sallallahu alaihi wasallam ishte Ali ibn Abi Talibi, Fatimeja, Kulthumi dhe gruaja e profetit sallallahu alaihi wasallam Sauda bintu Zam'a. Në të çuar në vend amanetin që kishte lënë profeti sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talibit radhiyallahu anhu, u nis më njëherë për Medinë. Pasi arriti profeti sallallahu alaihi wasallam në Medinë, dërgoi Zeid ibn Harithin radhiyallahu anhu për në Mekë, me qëllim që të shoqëroi familjen e tij gjatë rrugës për Medinë. Kurse Abu Bekr radhiyallahu anhu i çoi fjalë Abdullahut që të nisej me familjen për në Medinë. Profeti sallallahu alaihi wasallam do të martohet me vajzën e mikut të tij pas betejës së Bedrit në vitin e 2 Hijri. Ata u martuan në muajin Sheval dhe kjo konsiderohej si një ogur i mirë tek arabat. Thot Aisha radhiyallahu anha: "Vura kuror me profetin sallallahu alaihi wasallam në Sheval dhe u martuam në Sheval." Fjala Sheval, e cila tregon një nga muajt hënor, është e ngjashme me fjalën Shiwal, kuptimi i së cilës është thes. Disa trinj e kanë keq kuptuar hadithin e mësipër dhe muajin Sheval e kanë kuptuar si thes. Kështu, natën e martesës marrin një thes dhe hynë brenda bashkë me bashorten. Këtë e bën gjoja për të respektuar deri në detaje traditën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Njerëzit e tillë
duhet të kthehen dietarëve kompetent për të kuptuar hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam. Shumë prindër friksohen nga përkushtimi fetar i fëmijëve tyre. Me të parë djalin ose vajzën të shkojnë në xhami, të falen, prindrit i mbarthen një panik dhe frikë e pa justifikuar. Kjo pasi mendojnë se të qenit fetar do të jetë barierë për suksesin dhe karrierën e tyre. Në fakt, ky shqetësim ka lindur pasi ne të rinjt musliman e kemi të vështirë të harmonizojmë mes përkushtimit fetar dhe suksesit në jetë. Ka shumë vajzat shkathta, gazmore, të dashura, por me të filluar të falen dhe të përkushtohen në fe, sikur ndryshojnë me dorë. Ato sikur e fshin nga truri se duhet të vazhdojnë t'i duan të tjerët dhe të duhen brenda normave. Mos është e pamundur që një vajzë të jetë gazmore, e dashur dhe e suksesshme në njëjtën kohë fetare dhe e bindur ndaj urdhrave të Zotit? A është e mundur që ne të jetojmë siç duam, por si fetar dhe të bindur ndaj Zotit Madhërisht? Duke njohur më thellë Aishën radhiyallahu anha, ti o motër, do zbulor se është e mundur ta shijosh jetën siç duhet dhe njëkohësisht të jetosh si muslimane dhe e përkushtuar ndaj vullnetit të Zotit. Tregon Aisha radhiyallahu anha, duke qenë se ishe dobët fizikisht, nëna më jep të ushqime ndryshme që të përmisohem për martesë. Për ditën e martesës ajo thot, teksa isha me disa shoqet mia duke u kolovatur, nëna doli dhe më thiri, eja, dhe dikush mund pyes. Përderisa tham më lart se Aisha radhiyallahu anha ishte grua dhe e pjekur, edhe pse e re në moshë, si është e mundur që ajo vazhdonte të luaj. Edhe pse ishte e pjekur dhe konsideroi grua si çdo njeri tjetër, edhe ajo dëshironte të dëfrehej dhe të argëtohej. Sot, po të shkosh të vizitosh qytetet e lojrave, do të gjesh gra 50 vjeçare, cilat pëlqejnë aventurat dhe lojra nga më të çuditshmet. Lojrat moderne sotme në kohën e Aishës radhiyallahu anha ishin kolovarset. Tregon Aisha radhiyallahu anha, pasi më thiri nëna, u shkova me vrap. Ajo mori dhe më çoi në një nga shtëpitë e Medinës. Aty kishte gra medinase, cilat filluan të më përgatitin për nuse. Pasi erdhin njerëzit, profeti sallallahu alaihi wasallam u ofroi për të pirë qumësht dhe ushqime. Edhe pse ishte profeti i gjithë njerëzimit dhe i dërguar i Zotit, dasma e tij ishte e thjeshtë dhe pa shpenzime të shumta. Jo siç ndodh rëndomt në dasmat e sotme ku shpenzohet miliona pa asnjë kriter. Profeti sallallahu alaihi wasallam merrte ushqim dhe ua jepte fëmijëve, cilët ndodheshin rreth e rrotëll. Tregon një nga këta fëmijë, kur u afrua profeti sallallahu alaihi wasallam dhe na ofroi ushqim për të ngrënë, ne i tham, nuk duam. Ai na tha, mos e bashkoni urinë dhe gënjeshtrën. Pasi u larguan gjithë njerëzit, në shtëpi nuk mbeti vetë se Aisha radhiyallahu anha dhe floktorja e saj, Esma bintu Zeid. Profeti sallallahu alaihi wasallam shkoi pranë Aishës, i ofroi një gotë qumësht. Tregon Aisha, mua më erdhi zor dhe ktheva kokën me njan. Esma më tha, merre gotën nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Atëre mora gotën, piva pak qumësht dhe lash përsëri me njan. Siç e shohim, ishte një martesë e thjeshtë dhe normale, por ku nuk mungonte gazi e hareja. Në këtë gëzim merrnin pjesë gjithë njerëzit e afër. Përsa e përket mobiljeve dhe pajës, ato ishin teje të thjeshta. Gjithçka që gjendej në dhomën e tyre të martesës përbëhej nga një jastëk dhe 2 shek të mbushur me gjethe, një rrogos dhe një shtam për ujë. Me këtë nuk duam të themi njerëzve që të jetojnë në fukarallëk dhe jetë plot vuajtje, por duam të themi që të mos egzagjerojnë me kërkesa. Ne sot jemi dëshmitar që mosha e martesës tek vajzat është rritur dhe një ndër shkaqet që janë është edhe kërkesa e madhe. Prindërit duhet t'i martojnë fëmijët dhe të mos kenë shumë pretendime për të mira materiale.
Tregon nipi i profetit sallallahu alaihi wasallam Hasani radhiyallahu anhu. Kur hyja në shtëpinë e profetit sallallahu alaihi wasallam, prekja me dorë tavanin pasi ishte i ulët. Sejt ibn Musejjibi thot: sikur ti kishit parë dhomat ku banonte i dërguari Allahut, me qëllim që të mos e teproni me kërkesat kësaj bote. I dërguari i Zotit kënaqi nga kjo botë me pak gjëra, edhe pse kishte në dorë të posedonte gjithë botën me të mirat e saj. Prika që profeti sallallahu alaihi wasallam i dhuroi Aishës radhiyallahu anha përbëhej nga 500 dirhem. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam lidhur me prikën dhe dhuratën martësore: gratë më të bereqetshme janë ato që kërkojnë dhuratën më të vogël. Mesruku, një transmetues i haditheve i brezit të tabinëve, sa që transmetonte ndonjë hadith nga Aisha radhiyallahu anha, thoshte: më ka thënë e dashura e të dashurit Allahut. Thot Enes ibn Maliku radhiyallahu anhu: dashuria e parë në Islam ishte ajo e të dërguarit të Zotit për Aishën. Enes ibn Maliku radhiyallahu anhu është nga banorët e Medinës, dhe kur profeti sallallahu alaihi wasallam u vendos në Medinë, ishte i vogël mosh. Kështu ai nuk e ka parë sa e donte profeti sallallahu alaihi wasallam gruan e tij të parë, Khadijën radhiyallahu anha. Një herë Amar ibn Yasiri radhiyallahu anhu dëgjoi dikë duke folur keq për Aishën radhiyallahu anha. Më njëherë ai ndërhyri dhe i tha: pusho, Zotit shëmtoft. A pushan gruan e dashur dërguarit Zotit sallallahu alaihi wasallam? Amr ibn al-As radhiyallahu anhu e kishte dërguar profeti sallallahu alaihi wasallam si komandant në një betejë, Dhatu Selasil. Ai bashkë me ushtrin u kthyen triumfues. Kur u takua me profetin sallallahu alaihi wasallam, ki i fundit e priti si hero dhe e nderoi. Duke parë këtë pritje, Amr ibn al-As mendoi se nëse do e pyeste profetin sallallahu alaihi wasallam se kush ishte njeriu që e donte më shumë, do t'i përgjigjej ty, o Amr. E pas ishin grumbulluar dhe disa musliman tjerë, Amr ibn al-As shfrytëzoi rastin të pyes me qëllim që dëgjoj edhe tjerët. Kështu ju drejtua me fjalët: o i dërguari i Allahut, kush është njeriu më i dashur për ty? Profeti sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj: Aisha. Ke dëgjuar ndonjëherë njeri të famshëm që të shkruaj në ndonjë libër ose të deklaroj në një gazetë se njeriu që më shumë e don është gruaja e tij? Edhe nëse ka njerëz që e duan gruan më shumë se gjithçka tjetër, u vjen zor që ta deklarojnë, kurse profeti sallallahu alaihi wasallam nuk i erdhi zor nga kjo. Amr ibn al-As, duke mos marrë përgjigjen që priste, i tha: jo, o i dërguari i Allahut, unë nuk të pyes për gratë, por nga burrat. Atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam i tha: nga burrat është babai i saj. Amr ibn al-As pyeti sërish: po pas ti kush është? U përgjigj: është Omeri. E pyeti përsëri: po pas Omerit? U përgjigj: Uthmani. E pyeti përsëri: po pas Uthmanit? U përgjigj: Aliu. Po pas Aliut? Profeti sallallahu alaihi wasallam u përgjigj: është Talha. Amr ibn al-As e pyeti prap: po pas ti? Profeti sallallahu alaihi wasallam u përgjigj: Zubairi. Tregon Amr ibn al-As radhiyallahu anhu: profeti sallallahu alaihi wasallam më numëroi 20 emra. Pas emrit të 20 unë heshta dhe nuk e pyeta më. Me vete thash: unë do t'jem i 21. Duke qenë se profeti sallallahu alaihi wasallam deklaronte kudo që ishte i dashuruar pas Aishës radhiyallahu anha, gjithë e dinin këtë. Njëherë Aisha e pyeti profetin: si e përshkruam dashurinë tënde për mua, o i dërguari i Zotit? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ja ktheu: si nyjen e litarit. Tregon Aisha: pas disa kohësh e pyeta sërish: po si është nyja, o i dërguari i Zotit? Ai më tha: siç ka qenë. A keni parë bashkëshortë që e dua njëri tjetrin në këtë mas?
A kanë përfituar skenaristët musliman nga jetëshkrimi i profetit sallallahu alaihi wasallam? Kjo dashuri u ruajt e pastër dhe e pacenuar, pasi marrëdhëniet mes profetit sallallahu alaihi wasallam dhe Aishës radhiyallahu anha kishin të përbashkët dashurinë për Zotin dhe për ta kënaqur atë. Nga të gjithë e din dashurinë që ndjente profeti sallallahu alaihi wasallam për Aishën, sa herë që donin t'i bëjnë një dhuratë, ja bënin ditën kur qëndronte në shtëpinë e Aishës. Dhe kjo shkaktoi xhelozinë e grave tjera të profetit, cilat u mblodhen dhe i kërkuan Selemes si më e mençura t'i flas profetit sallallahu alaihi wasallam. Ajo shkoi tek Resulullahi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: O i dërguari i Zotit, gratë tua kërkojnë që ti porositësh njerëzit që dhuratat të mos i bëjnë vetëm në një ditë të javës, por edhe ditë të tjera. Kjo tregon që edhe ato ishin njerëz me ndjenja dhe nuk ishin engjëj të zbritur nga qielli. Profeti sallallahu alaihi wasallam ja ktheu: O Seleme, Zoti ka rrënjosur në zemrën time dashurinë për Aishën. O Seleme, asnjëherë nuk ka ndodhur që të më shpallet zbulesa hynore në shtratin e ndonjërs prej jush, kurse me Aishën ka ndodhur. Nga që Gjibril a.s. shkonte dhe i shpalte Kur'anin shpesh herë në dhomën e Aishës radhiyallahu anha, kjo dhomë filloi të njihet me emrin dhoma e shpalljes hynore. Po shtëpia jote, o vëlla motër, a njihet si vend ku lexohet Kur'an dhe ku flitet për fen? A njihet shtëpia jote si vend ku mblidhen besimtarët e lagjës? Seleme radhiyallahu anha shkoi te gratë dhe rrofeu gjithçka që i kishte thënë profeti sallallahu alaihi wasallam. Duke ndjerë se problemi i tyre nuk ishte zgjidhur, gratë shkuan tek vajza e profetit sallallahu alaihi wasallam, Fatimja radhiyallahu anha. Kur Fatimja ja transmetoi hallin e grave, profeti sallallahu alaihi wasallam i tha: O bija ime, a më ndoni mua? Fatimja ktheu: Po. Atëherë pyeti: A e do atë që e dua unë? Fatimja u përgjigj: Po. Profeti sallallahu alaihi wasallam i tha: Atëherë duaje këtë për Aishën. Përse duhet të friksohet prej Islamit, o motër? Nëse mendon se Islami të privon nga ndjenjat e dashurisë, e ke gabim. Islami vetëm sa i orienton këto ndjenja në drejtim të duhur dhe halal. Ata të rinj që duan të përjetojnë emocionet e dashurisë, le durojnë derisa të martohen. Psikologët dhe sociologët pohojnë se 70% e shkrurzimeve ndodhin për shkak të lidhjeve paramartesore. Kushdo që ka pasur lidhje paramartesore, edhe pas martesës me dikë tjetër, dhe të ruaj kujtimet më të bukura në kujtesë. Fatimja radhiyallahu anha u kthye te gratë tjera dhe u tha: Për Zotin, nuk do t'i flas më për Aishën. Lidhja e Fatimës me Aishën u forcua edhe më shumë nga kjo ditë. Ajo që e tregoi këtë është se Fatimja radhiyallahu anha i tregoi vetë Aishës radhiyallahu anha një sekret që ai kishte thënë profeti sallallahu alaihi wasallam. Ditën që vdiq profeti sallallahu alaihi wasallam, hyri vajza e tij Fatimja, së cilës i tha: Afrohu, o Fatime. Kur ajo ul pranë profetit sallallahu alaihi wasallam, ai përshpëriti diçka në vesh, dhe ajo qau. Kur e pa që qau, i kërkoi të afrojë përsëri, dhe i përshpëriti diçka në vesh, dhe ajo qeshi. Pasi vdiq profeti sallallahu alaihi wasallam, Aisha e pyeti Fatimen se çfarë i kishte thënë në vesh atë natë. Ajo i tha: Herën e parë më tha, unë do të vdes sonte, dhe unë qava. Kurse herën e dytë më tha, ti do t'jesh njeriu i parë nga familja ime që do të më bashkangjitesh, dhe unë qesha. Dikush mund pyes, a nuk ka porositur Zoti në Kur'an që gratë të trajtohen me drejtësi? A nuk është pa drejtësi që profeti sallallahu alaihi wasallam të doj Aishën më shumë se gratë tjera? Në fakt, drejtësia e kërkuar në ajet është drejtësia në gjërat materiale dhe në ato gjëra që njeriu mund t'i
kontrolloj. Kur profeti sallallahu alaihi wasallam u jepte grave tij të holla për shpenzime, thoshte: "O Zot, kjo është drejtësia ime aty ku mund ta kontrolloj. Unë kërkoj të mos më kritikosh për ato raste kur nuk mund ta kontrolloj veten." Shumë çifte i thonë njëri tjetrit: "Të dua", dhe fjalë të ngjashme, por nëse sheh marrëdhënie dhe sjelljet e tyre, lën shumë për të dëshiruar. Profeti sallallahu alaihi wasallam përpiqej me sa mundsi kishte që ta dëfrente Aishën radhiyallahu anha. Kështu ditën e Bajramit teksa në xhami po luanin etiopianët, ai e mori Aishën dhe e lejoi t'i shohë nga dera. Tregon Aisha, profeti sallallahu alaihi wasallam pyeste: "Mjaft? A u ngope?" Dhe unë i thash: "Edhe pak, o i dërguari i Allahut. Në fakt, unë isha mërzitur duke i parë, por doja ta provoja sa shumë më donte." Një ditë, profeti sallallahu alaihi wasallam i kërkoi Aishës radhiyallahu anha të bëjnë gara në vrap. Edhe pse profeti sallallahu alaihi wasallam ishte i moshuar, kërkonte të bënte qefin qoftë edhe duke bërë gara vrapi. Tregon Aisha radhiyallahu anha: "Unë e fitova garën dhe fillova t'i them: ta kalova, o i dërguari i Allahut." Gjatë gjithë javës së ardhshme, profeti sallallahu alaihi wasallam më ushqente me mish dhe ushqime tjera si asnjëherë më parë, dhe në fund të javës më mori dhe dolëm shkretëtir, ku më kërkoi të garojmë sërish, por këtë herë ma kaloi. Pasi e pa që ma kaloi, më tha: "O Aishe, tani jemi baras." Edhe kur i thërriste në emër, profeti sallallahu alaihi wasallam i thërriste me përkëdhelje: "O Aish." Gjatë ciklit mujor, zakonisht gratë njejnë lodhje dhe depresion. Kur Aisha ishte me të përmuajshmet, profeti sallallahu alaihi wasallam përpiqej me çdo kusht që ta qetësoj dhe t'i bëj qefin. Kështu kur e shihte duke pirë ujë nga gota, e merrte gotën dhe pinte ujin e mbetur nga njëjti vend ku kishte pirë ajo. Dhe një herë gruaja e tij Hafsa radhiyallahu anha ishte përgatitur diçka për të ngrënë atij dhe shokove që kishin ardhur për vizitë. Kjo gjë e gëzoi pa mas të dërguarin e Zotit. Aisha po e ndiqte këtë skenë nga dhoma e saj. Ajo bu xheloze që Hafsa kishte përgatitur ushqim dhe dërguari i Zotit ishte gëzuar. Kështu doli nga dhoma e saj dhe teksa Hafsa po afronte enën me ushqim, ajo e goditi enën me bryl dhe ena ra për tokë duke u thyer dhe shpërndar ushqimin. Gjithë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam u shtangën nga kjo sjellje. Vallë, si do të reagonte i dërguari i Zotit? Profeti sallallahu alaihi wasallam mori një pjatë tjetër, ul për tokë dhe filloi të mbledhë ushqimin e derdhër. Pasi vendosin pjatën tjetër, profeti sallallahu alaihi wasallam i pa shokët e tij që kishin mbetur gojë hapur dhe u tha duke buzëqeshur: "Nëna juaj u bë xheloze." Më pas, profeti sallallahu alaihi wasallam u ngrit dhe shkoi tek dhoma e Aishës, së cilës i tha: "O Aishe, ti ja theve pjatën Hafsas, prandaj duhet t'ja kompensosh atë me një pjatë tjetër." E ndjer keq Aisha radhiyallahu anha i tha profetit sallallahu alaihi wasallam: "Kërkoj Zotit falje për mua, o i dërguari i Allahut." Një herë tjetër, mes profetit sallallahu alaihi wasallam dhe Aishës radhiyallahu anha kishte lindur një konflikt. Duke dashur që ta bind profeti sallallahu alaihi wasallam, i tha: "Kë dëshiron të marrim si gjykatës mes nesh? A e pranon Ebu Ubejd ibn Jarrahun?" Aisha i tha: "Jo, ai është shumë zemër mirë." E pyeti: "Mos dëshiron Omer ibn al-Khattabin?" I tha: "Jo, Omerin nuk e dua." E pyeti: "Atëherë kë dëshiron?" I tha: "Ebu Bekrin, babam tim." Me të ardhur Ebu Bekri, Aisha radhiyallahu anha ju drejtua profetit sallallahu alaihi wasallam me fjalët: "Tregoj si qëndron puna, por mos thuaj vetë se të vërtetën." Ky e nervozoi së tepër me Ebu Bekrin, i cili tha: "Po a mund flas tjetër vetë se të vërtetës i dërguar i Zotit?" Dhe u mat ta qelloi Aishën. Profeti sallallahu alaihi wasallam ndërhyri dhe mbajti Ebu Bekrin duke i thënë: "O Ebu Bekr, nuk të ftuam për këtë." Dhe pasi Ebu Bekri doli jashtë, profeti sallallahu alaihi wasallam i tha Aishës: "A e pe si të mbrojta prej tij?"
këto fjalë bën Aishen radhiyallahu anha të qesh dhe bashkë me të edhe profeti sallallahu alaihi wasallam. Abu Bekri e dëgjoi të qeshurin e tyre dhe u kthye përsëri, dhe pasi hyri brenda dhe i gjeti duke qeshur u tha: "Më bëni edhe mua të qesh siç bët të nervozohem." E një ditë profeti sallallahu alaihi wasallam i tha: "Unë e kuptoj kur je kënaqur me mua dhe kur je zemëruar." Aisha e pyeti: "Si e kupton?" Ju përgjigj: "Kur je kënaqur me mua dhe betohesh, thua për Zotin e Muhamedit, kurse kur je zemëruar me mua dhe betohesh, thua për Zotin e Ibrahimit." Aisha radhiyallahu anha i tha: "Po, o i dërguar i Allahut, kjo është e vërtetë, por nuk mundohem të të shmang vetëse emrin tëtë." Një dashuri e tillë lindi dhe nuk vdi gjatë gjithë jetës së tyre bashkëtorë. Kjo pasi ishte një dashuri e bazuar në kritere dhe objektiva, sa të përbashkët aq edhe madhore. Ajo nuk ishte dashuri e bazuar në romantizëm dhe emocionet çastit. Një natë, profeti sallallahu alaihi wasallam pasi kishte fjetur i thot Aishës: "O Aishe, më lejo t'i falem Zotit tim." Aisha radhiyallahu anha ja ktheu: "Më pëlqen të qëndroj pranë teje, por do të lë të veprosh ç'të duash." Tregon Aisha: "Ai falej kurse unë isha e shtrirë para tij. Sa herë që binte në sejdë, ai shtynte këmbët e mia, ka që vendi ishte i ngushtë." Pas vdekjes së profetit sallallahu alaihi wasallam, Aisha radhiyallahu anha një ditë dëgjon të thuhej se gjërat që ta prishin namazin janë 3: qeni, gomari dhe gruaja kur të dalin para. Aisha radhiyallahu anha u zemërua shumë nga këto fjalë dhe i tha: "Apo na barazoni me qend dhe gomarët?" Kur i dërguari Zotit falej natën, unë qëndroj e shtrirë mes tij dhe drejtimit kibles. Sa herë që binte në sejdë, më prekte te këmbët dhe unë i mblidhja ato. Kur ngrihen nga sejdja, unë i shtrija sërish këmbët. Çdo njeri prej nesh, nga njerëzit më të thjeshtë deri tek presidentët dhe njerëzit më të famshëm, ka një jetë intime dhe private brenda në familje. Marrëdhëniet e tyre në familje dhe brenda shtëpisë mbahen sekret. Kjo vlen për çdo tjetër përveç jetës familjare të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Përderisa ai ishte në rolin e ligjvënësit, nuk ka përse të ketë sekrete dhe jetë private. Ne kemi informacion mbi detaje shumë private të jetës bashkëtorë dhe familjare të profetit sallallahu alaihi wasallam. Këto detaje janë përcjell tek ne nga vetë gratë dhe familjarët e profetit. Tregon Aisha: "Unë dhe profeti sallallahu alaihi wasallam laheshim nga njëta enë. Ai më thoshte: ma lër mua ujin, kurse unë i thosha: ma lër mua." Një hadith tjetër gjatë, që për leximin e plot ti të duhen qerek ore kohë, thuhet që një natë Aisha radhiyallahu anha i tregonte profetit sallallahu alaihi wasallam ndodhi dhe histori të 11 grave, cilat i dhan fjalën njëra tjetrës që të rrëfejnë gjithçka rreth burrave tyre. Këtë hadith shpalose qartë oratoria e Aishës. Hadithi është nga më të vështirët për të kuptuar. E gjatë rrëfimit ajo i tregon edhe për një çift, ku burri Ebu Zerri e donte shumë gruan e tij Umu Zerrin. Edhe pse jetuan gjatë bashk, patën fëmijë dhe e donin shumë njëri tjetrit. Në fund Ebu Zerri e divorcoi Umu Zerrin. Kur e tregoi divorcin e tyre, Aisha u prek. Profeti sallallahu alaihi wasallam e pa në fytyrë dhe i tha: "Për ty unë jam si Ebu Zerri për Umu Zerrin, vetëse unë nuk të divorcoj." Kjo dashuri mes tyre vazhdoi e tillë edhe pse atmosfera përreth dhe situata ishin të ngarkuara me luftra, konflikte dhe probleme nga më të ndryshmet. Tregon Aisha radhiyallahu anha: "Kalonin muaj të tërë pa u ndezur zjarr në shtëpinë të dërguarit të Allahut. E kjo do thotë që nuk kishin çfarë të gatuanin." Dikush e pyeti: "Po si jetonit?" Aisha u përgjigj: "Ushqeheshin vetëm me hurma dhe ujë. E ndonjëherë disa fqinj të Medinës i sillnin të dërguarit Zotit qumësht nga i cili ushqeheshim gjithë." Kjo gjendje, jo si i dërguari Zotit sallallahu alaihi wasallam ishte i varfër dhe fukara,
por sepse gjithçka që kishte ai u jepte të varfërve ose e shpenzonte në rrugë të Zotit. Autori tekstit Amr Khalid. Përshtati dhe lexoi Kenan Ismaili. Ilustrimi artistik Bekim Abdurrahmani. Realizoi produksioni M7.